Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi së bashku në emisionin Pushës Shqiptarçe. Ne kemi vijuar udhimet tona kësaj radhe jo shumë larg. Udhimi i parë është rreth 20 km larg qytetit Shkodrës dhe udhimi i dytë rreth 52 km larg qytetit Shkodrës. Por le të marrim me radhë. Udhimi i parë është bërë në pikën turistike të Shasit, ndodhemi në territorin zyrtar të Malit të Zi, jemi në anë të Malit dhe fshati Shas është dalluar për ekzistencën dikur sipas gojdhënave të 365 kishave, për të cilave 7 arrim t'i shuajmë në sipërfaqe të një kodre, pranë së cilës her pas here zhvillohen aktivitete të ndryshme artistike. Megjithatë, përveç se një gojdhënë dhe një legjende që vjen në një reportazh të përgatitur në emision Pushos Shqiptarçe, ne ngremi dhe alarmin e kësaj zone e cila është lënë në harrez dhe në indiferencë totale. Edhe pse projektet nuk kanë munguar, ato rezultojnë që janë sipërfaqësore, kryesisht një zyrë informacioni, disa kosha për mbeturina, apo dhe disa stola të vendosur, ajo që është më kryesore dhe që përbën vlerën e këtij vendi janë ekzistenca e atyre 7 rënojave të kishave, sepse restaurimi i tyre, edhe pse her pas here në media apo dhe në emisionin Pushos Shqiptarçe është ngritur me të madhe problemi i restaurimit të tyre, ato vazhdojnë të jenë në të njëjtën gjendje. Shumë tani restauruar disa shkallë që të çojnë deri te kishat apo një amfiteatër të vogël, material dras të ndërtuar afër kishave, të cilat edhe ato përbëjnë vlerën e tyre, por ajo që është më kryesore, restaurimi i kishave ende nuk është bërë nga specialistë të kësaj fushë. Le të sillim këto imazhe shumë të bukura, njëherësh edhe për ta sugjeruar si një pikë turistike për çdo vizitor, kryesisht ata të Shkodrës, mjafton të përshkojnë kilometra, rruga është e mirë për të shkuar deri atje. Dhe ndiqeni këtë reportazh deri në fund sepse ka edhe një surprizë ku ju mund të ndaleni pasi vizitoni rënojat e kishave, peizazhin e mrekullueshëm të vijimësisë së liçenit të Shkodrës, do mbeteni pa fjalë. Ndjeki materialin dhe me siguri do të frymëzoni që në fundjavë të ndërmerrni një udhim drejt pikës turistike të Shasit. Ka vende që nuk ka nevojë të jenë larg për të lënë pa fjalë, mjafton të dish ti kërkosh. Përmes emisionit Pushos Shqiptarçe kemi dëshmuar vazhdimisht se mrekullit ndodhen vetëm pak kilometra larg nesh. Sot ndalemi 20 kilometra nga Shkodra në Shas, pjesë e lokalitetit të Ulqinit, një nga qytetet mesjetare më të rëndësishme të hapësirës shqiptare. Ky nuk është takimi ynë i parë me Shasin. Plot 23 vite më parë, realizuam dokumentarin ton të parë për këtë vend dhe gjatë viteve jemi rikthyer vazhdimisht. Fatkeqësisht, ajo që na bashkon në çdo vizitë është e njëjta ndjenjë, admirimi për historinë dhe shqetësimi për gjendjen në të cilën ajo po mbijeton. Sot Shasi është një vend banimi i vogël me rreth 240 banor, por shekuj më parë ishte një qendër e rëndësishme qytetare dhe fetare. I ngritur pranë liçenit në një fushë pjellore dhe përgjatë rrugës së lashtë romake, Olçinium Scutarum, mendohet se fillesat e tij i ka qenë në kohën e ilirëve. Dëshmitë arkeologjike janë të shumta. Në fshat është zbuluar një amforë antike e përdorur për varrim, ndërsa pranë lokalitetit të Gjerve janë evidentuar gjumë të vendbanimeve primitive ilire. Të gjitha këto flasin për një vazhdimsi jete që nisi në lashtësi dhe mbërrin deri në mesjet. Çdo investim që realizohet në Shas është për t'u përshëndetur. Stolat, kosha sinjalistika apo zyra informacionit janë të mirëpritura për vizitorët, por ato nuk mund të zëvendësojnë atë që ka më shumë nevojë ky qytet, shpëtimin e monumenteve të tij.
Mjafton të ngjitesh vetëm pak mbetra mbi kodër për ta kuptuar këtë realitet. Koha, erozioni, bimësia e dendur vazhdojnë të gërryejnë çdo ditë muret, kishat dhe gjurmët e qytetit mesjetar. Historia po humbet gur pas guri. Shasi përmendet për herë të parë në dokumentet e shkruara në shekullin e 9 si qytet peshkopal. Në vitin 1183 u pushtua nga Stefan Nemanja, ndërsa më 1242 u shkatrua nga mongolët. Më pas u rindërtua nga mbretëresha Helena Anxuine për të braktisur përfundimisht pas pushtimit osman në vitin 1571. Sipas kronikanit Marin Bici, në fillim të shekullit të 17, shasi numëronte plot 365 kisha ajsa ditët e vitit. Sot, mes rënojave, dallohen vetëm pak prej tyre. Më madhështoret janë katedralja e Shën Gjonit dhe kisha franceskane e Shërmërisë, monumente që ruajnë ende gjurmë të arkitekturës dhe afreskeve të dikurshme. Qyteti kishte një sipërfaqe prej rreth 15 hektarësh dhe hyhej përmes 2 portave. Gërmimet arkeologjike të vitit 1985 zbuluan 10 monedha ari, argjenti dhe bronzi, ndërsa fragmentet e qeramikës dëshmojnë shtrezimin e pasur kulturor të këtij vendi. Pas me ndodhet vimësia e liçenit të Shkodrës dhe do të vijojmë për të parë këtë vend të mrekullueshëm. Dikur këtu ka qenë një amfiteatër fantastik, është restauruar, me siguri një vit më përpara projekti përfshinte dhe restaurimin e zonës kur u festuan ata kështjellave në datën 9 maj të 2025-s, dhe me sa duket projekti e ka restauruar këtë ambient shumë këndshëm, i cili fare mirë mund të shërbej për festa të ndryshme, sepse edhe publiku mund të qëndrojë në mënyrë modeste në pjesën përballë të stolave dhe ky amfiteatër është i sigurt i sapo inauguruar. Ndërkohë punimet po vijojnë që të bëhet më lehtë për këmbësorë për të ardhur deri këtu. Dhe ajo që unë thash që në fillim që përbën surprizën e këtij mini reportazhi të vogël janë pikërisht kishat, njëra prej të cilave ndodhet pas meje, vjetërsia e të cilave është i përfshin disa shekuj. Në momentin që janë ndërtuar dhe ja ku jemi tashmë në të vetmen kish, përveç se kësaj është edhe kisha e Shërmërisë, e cila qëndron në ato grahmat e fundit të rezistencës së tyre. Kisha mbahet përmes disa shufrave të hekurta, ndërkohë që prej vitesh, prej dekadesh të tëra, qeveria e Malit të Zi fare mirë mund të ishte marrë me restaurimin nga specialistët të këtyre objekteve të një rëndësie të jashtëzakonshme. Po tashmë dihet në zonat shqiptare ka një indiferencë totale për të dokumentuar historinë e këtyre vendeve. Megjithatë, sot një nga kishat më të ruajtura mbahet në këmbë me shufra hekuri. Një zgjidhje e përkohshme që jo vetëm nuk e restauron monumentin, por edhe cënon pamjen e tij. Një monument i kësaj vlere meriton ndërhyrje konservuese sipas standardeve bashkëkohore. Edhe legjendet e bojnë më tërheqjes shasin. Banorët tregojnë se në fundin e liçenit prehen rrënojat e disa kishave dhe objekteve të tjera të lashta. Janë rrëfime që presin të marrin përgjigje përmes kërkimeve serioze arkeologjike. Në vitin 1985, gërmimet u ndërpren pa përfunduar. Sipas studiuesit Aleksandr Çelikov, në Muzeun Etnografik të Ulqinit, ruhen rreth 100 objekte të zbuluar në shas. Paradoksi është se vetë shasi ende nuk ka një muze ku të tregojë historinë e tij. Në çdo diskutim për restaurimin, dëgjohen premtime dhe plane për të ardhmen, por koha nuk pret. Çdo dimër, çdo shi dhe çdo rrënjbime zhduk një pjesë të trashëgimisë.
Megjithatë, me emisionin tonë Pusho Shqiptarçe ne vim her pas here këtu, e sillim në vëmendje të gjithë qytetarëve një zonë merr vlerë nëse ka vizitorë dhe turistë. Prandaj, ato që thamë dhe pak më përpara, ato 20 minuta nga dogana e Muriqanit, fare mirë mund të kalohen këndshëm në këtë natyrë të mrekullueshme, mund të organizohen pikniqe këtu dhe keni parasysh. Gjithmonë vit pas viti, pikërisht në këtë vend festohet pranverë në anë të malit dhe zakonisht zgjidhet muaji qershor, pavarësisht se jemi në stinën e verës. Interesoni për aktivitetet që janë në këtë zonë dhe bashkohuni vëllezërve dhe motrave tona shqiptare. Në përfundim të kësaj vizite, ndaluam në restorantin Shasi pranë liçenit, një vend që të ofron qetësi, mikpritje dhe një panoramë të mrekullueshme mbi natyrën përreth. Mes shijes së gatimeve tradicionale dhe i peizazhit që ndryshonte ngjyrë nga çasti në çast, pritëm të binte mbrëmja. Me perëndimin e diellit mbi liçenin e Shasit, morëm rrugën e kthimit drejt Shkodrës, duke lënë pas një vend që të magjeps me bukurinë e tij, por që njëkohësisht të fton të reflektosh për përgjegjësinë që kemi ndaj trashëgimisë sonë historike, sepse Shasi nuk ka nevojë vetëm për vizitor, ai ka nevojë mbi të gjitha për mbrojtje dhe kujdes, që historia e tij të mos mbetet vetëm një kujtim.
Ishte udhimi i parë në pikën turistike të Shasit. Për të shkuar në Shas ju duhet kaloni përmes doganës Muriqanit dhe më pas një distancë më pak se 20 km do t'ju çojmë në këtë pikë turistike. Do të gjendet lehtësisht pasi tabelat nuk mungojnë për të orientuar deri në Shas. Megjithatë, sot mundësi përmes celularëve GPS për të shkuar në vende dhe destinacione që i dëshirojnë funksionon më së miri, kështu që sot nuk humbet më njeri. Do ta gjeni fare kollaj. Ne do të kalojmë në reportazhin e dytë, atë reportazh që ne kemi anoncuar edhe javën e kaluar, një reportazh që i dedikohet fesës së çobanit. Në fakt, ne në javën që kaloi paraqitëm 2 risi të kësaj fese, që ishte e para tamël e borë, përgatitur nga bora origjinale që erdhi nga shpati i malit shumë afër aty në qafthore. Dhe kemi treguar edhe recetën e përgatitjes së akullores me drefe. Drefet janë tipike për këtë zonë, prandaj nëse do të shkoni në bogë, ju do të gjeni patjetër këtë akullore. Por le të fillojmë dhe paraqesim thelbin e udhimit tonë drejt bogës, Festa e Çobanit. Festa e Çobanit u zhvilluar realisht në datën 21 qershor 2026 në atë lëndin madhështore përballë kullës së Bajraktarit në bogë. Por para se të ndodhte data 21, është një natë pritse, kështu e kemi quajtur, një traditë e krijuar tashmë në këtë kullë, ku të gjithë mysafirët, artistët, vizitorët, turistët e huaj, një natë përpara çelin hapjen e festës dhe janë intervista të ndryshme që do të vinë përmes një reportazh, janë emigrantë të zonës që jetojnë kryesisht në Itali apo dhe në vende të tjera që bëhen pjesë e këtij reportazhi, janë artistë që kanë nderin të bashkohen kësaj feste, është atmosfera e mrekullueshme e krijuar kryesisht nga të rinjt e shoqërisë kulturore Besa e Trieshit, shumë surpriza që do të vinë përmes një reportazhi dhe ne kemi quajtur pjesën e parë të festës së çobanit, një pjesë e parë që po e transmetojmë gjatë kësaj jave dhe pjesën e dytë të aktivitetit të plotë ne do të transmetojmë javën e ardhshme. Por çfarë ka ndodhur një natë para se të fillonte festa e çobanit në bogë? Le të ndjekim këtë reportazh të përgatitur. Ka mbrëmje që nuk janë thjesht festa, por një rikthim te rënjët, tradita dhe identiteti një treve. Pikërisht e tillë ishte nata që i parapriu festës së çobanit, edicioni 3 në bogë, një traditë e ruajtur ndër vite ku këtë vit, më 20 qershor 2026, malësorët dhe miqtë e shumtë mblidhen për të festuar së bashku. Atmosfera do të nisej që në orët e mbrëmjes në oborin e kullës së Bajraktarit, ku emigrantë të kthyer për pushime, artistë, grupe folklorike dhe vizitorë nga të gjitha trevat u bën pjesë e kësaj nate të veçantë. Të përshëndes. Edhe unë përshëndes ty, shumë. Si shkoi rruga nga Italia? Mirë për zotin, mirë. Shumë mirë. Nuk do të mungoje në festën e çobanit, bileti ke qenë ndër lobusit më të mirë të festës së çobanit. Aty në rrjetet sociale ta marrin vesh të gjithë që ka festë çobani këtu. Gjithmonë. Ky është viti i tretë, faktikisht. Ti ke qenë dhe vjet? Po, vjet isha, jo par vjet nuk isha, se s'kisha mundësi. Vjet erdha, e si mjet s'duaj me mungua se s'ban. Ja, si janë të gjithë teleshikuesve, ose më saktë ju rikujtojmë se ata po thonë tani ku të kemi parë. Se ke qenë i veshur me kostum, po me kostum do ish nesër, sepse nesër është koncerti. Ja kujtojmë të gjithëve festën tradicionale që u realizua për Krishtlindje në Itali. Po, në Varezet e Italisë dhe ka qenë për herë të parë Sofra e Malësisë, Gjergj Pjetërndreja ka qenë ideatori dhe realizuesi i saj nga fillimi deri në fund, mbështetur nga shok shumë të mirë. Shok edhe bashkëshortja. Edhe bashkëshortja italiane. Gjada. Gjada, që e kam pru këtë sot, Kjarë, bashkë me bashkëshortën tënde dhe fëmijët me vete. Ti e djali këtij vendi? Le rritën bogë. Në bogë. Çfarë moshe u largove nga boga? 15 vjeç. 15 vjeç. A ma rregullisht ka ardhur këtu? Pa, gjithmonë kam ardhur këtu edhe shkuar me fjalë si tonë emigrant, por jetesën e kam bërë atje. E mendon një ditë kthimin apo jo për momentin? Prit njerëz se duhet me punu dhe pak andej. Tash për tash jo. Por pse jo?
këtë bukuri që keni ju se ka asnjë vend tjetër, Besoj të që jo. kuror. Sa rëndësi ka për ty festa e çobanit? Po unë dikur jam kanë çoban, Vërtet? Po për E zonë. the kështu këtë tani ti në televizor se gjithë i fshehin këto gjëra që kemi qenë çobane kështu. Kam pas edhe gjyshin Vërtet? pas dritë çoban, Po, shumë mirë. Domethënë ti ke dalë me dhi besoj këtu apo me dele? li, me dele, Vërtet? Sa copë ke pas atë? po kam pas se kena pas në 10 copë, 12 copë, Pra kur ke qenë i vogël të nisin, në shkolla ma ke shku? Uff, të djeqarën e kam marun. Të djeqarën e kam baru, edhe prandaj Me zor. ti e përjeton edhe emocionalisht si vend këtë këtu, a? Do me thënë, Për edhe mu vetë ka- ke qenë çoban, por edhe festa e çobanit, dy arsye për ta. Si çoban, festa e çobanit, plus jam në vendlinjen teme, plus me dal me knu këtu është 3 herë emocion për mua. Shit sa mirë, dikur çoban, po tashmë vjen dhe këndon në skenë, dhe jo vetëm kaq, ti ke ngritur biznesin tënd në Itali dhe shkon shumë mbar atje, me sa kemi dëgjuar, njëri shumë punëtor, ke punë gjatë gjithë vitit, nuk ankohesh fare për historinë e saj. S'kam nevoj mua në kua se kena punu mirë, kena punu rregullisht, kena punu me djerës, si thëmë në malsort, vetëm Po. me djerës, kështu që Ftesë për të gjithë ata që s'kanë qenë asnjëherë në bogë dhe unë nuk di çfarë t'ju them atyre që s'kanë qenë asnjëherë në bogë. Kanë Boga një është- ndje shumë madhe. vend prallë, me pak fjalë, shumë afër Shkodrës, shumë afër Koplikut, rruga është asfaltume, 2 minuta je këto. Është shumë afër qytetit edhe mund dalin, mund pinë kafe, mund kthehen mbrëmje edhe shtëpi. Dhe plus kësaj mund të ndjekin dhe pasaj trajektoren për në thedh, pasi afër e kanë, pra mos mendojnë pushime vetëm një ditore, rri një herë një javë këtu, se na duhen të rinj këtu javë. Se Sa aty don, e keni. sa don. Jemi në aty e keni. Të falenderoj dhe sukses e nesër. Shumë faleminderit edhe ty, e mirë se erdhën bogën tonë. Faleminderit shumë. Më në fund u pam bog. Bogë, Jemi parë tek çelja e sezonit turistik në Shllak. Te mrekullia Na deri në nder- Shllak. Po, na nderove atje. Shumë bukur e kaluame dhe shumë vend i bukur. Po, është Shumë edhe vend- ajo. shumë vend i bukur. Dhe nga uji përfunduam në Pult. Në Pult kena kenë në Tek plan. përurimi i çeljes sezonit turistik të Qeli Pultit. sezonit të Bujtina Bletaj. Dhe ja ku je tani te festa e çobanit. Dhe tani këtu. Pastaj do shkojmë atë logu i vjeshve. Ai kemi gjitha këto për E është kemi me programi i rrallë. gjeshur. E një kun programi, se kam Dakor. qef. Ti vetë je nga Pulti, Nga Pulti, Bruçaj. nga Bruçaj. Nga Bruçaj. Tani ju mal atje, mal këtu, Mal po ka këtu, mal lezet atje, kur po. bashkon malet, ë? Po është mirë ku ndron pak se ka nevojë trupi edhe mu Është qetësu vërtetë? nga punat që kemi kur E dash. kuptoj. Mirë që nga the kesa puna, punë. sepse puni Mos- është nga ata që punon shumë. S'm Dhe ju dohet puna gjithë- asnjëherë. Të të bëjnë çik reklam? Gjithë ju që shkoni në Posëri, po ndalojnë çik tek Përmetim. market Demaj, Përmetim. sepse atje keni gjitha artikujt shërben humor dhe kur shërben i bie dhe çiftelis. Po deshe, Anos? po të shkoj edhe në i kongë qose duhet. Vërtet? Po me ta Jeve, i bie ju dhe krej, po çiftelis. normal. Pa, hajde një Kush do çik ka gjë. ashtu? Filloj një. Mes tyre ishte dhe grupi artistik Besa e Trieshit, që solli në skenë këngët dhe vallet tradicionale të Malësisë. Për të gjithë rishikuesit, ne këtu jemi me shoqërinë kulturore Besa e Trieshit. Nuk e njoha fare kur i pash, mirë që më përshëndeti vajza këtu, sepse jam mësuar me atë veshjen karakteristike. U mendova se grup studentësh që kanë ardhur për ndonjë ekspedit, po ja që ata kanë ardhur një ditë përpara për shfaqje që do të jetë. Një prezantim të vogël për të gjithë rishikuesit që po na ndjekin, lidhur me grupin që keni ardhur. Nga grupi Besa e Trieshit nga Tuzi Mali të Zi, marrin pjesë tash 3 vjet. 3 vjet këtu. Po. Po grupi ka kohë që është bërë. Po. Do me Ka thënë 10 vjet, 20 vjet. 60 vite. Qartë, Po. do me thënë nuk janë 60 vjeca këta, jo, po ata që kanë qenë më përpara Po. e kanë nisur të grup dhe ju vazhdoni ende. Po. Këtu jeni vetëm një pjesë e vogël, ë? Një pjesë e vogël, pjesa tjetër ka marrë nesër. Okej, janë shqiptarë të gjithë?
Po të gjithë. Kështu me kaçurela, pas keni goxha? Po. Mirë. Po vajza si është përgjigje? Po, djem pas keni më shumë, ç'ne? Kemë po anesë sa shumë mirë në vajza. Më shumë se djem. Për të gjithë teleshikuesit ju keni rënë në sy për koreografinë jashtëzakonisht pasur programin me atë që deputoni jo vetëm te kjo festë, por edhe në angazhimet e tjera që keni pasur, keni ndonjë koreograf shumë të mirë që kujdese për ju, koreografin Shtefnin Ujkaj me Kristina Nikpran, Leonorën dhe Divanë dhe Markon Prënkoçaj. Po pas keni staf të tërë që kujdesen. Jena staf shumë i madh. Bukur. Jam shumë kurreshtar në përditshmëri. Ai ku andese nuk mund të rri pa pikë duhan. Po ninte, çfarë punë bën ti atje? Se jam shumë kurreshtar. Ma thuj pres ti es largu. Puna që bën? Jo, nuk është pa punë. Zotëria? Punon shumë. Gjelbërim punoj. Gjelbërim? Po. Bravo, punë shumë e mirë. Në Norvegji duan atje apo në Angli më shumë apo. Ti do ku i jeton ti? Jetoj në Tuzë, në Mëlsi. Bukur. Djali? Student, qarje? Student. Dega? Qaj zini ju? Infermieri kam gjurë shumë andej. Jo? Gjimnazin ka kry 9 vjeçaren. Ka 9 vjeçare? Po. Po pëse ka kry gjimnazin edhe kë. Madhe. Bukur, ky djali? Kam mbaru gjimnazi dhe provime tani? I kom I ke përfundime? Djali? Shoku i ti bankës që provimit i keni marrë bashkë, keni kopju të njëri tjetri. Bukur, kjo vajza sa e bukur kja? Gjimnaz? Okej. Jemi këtu? Vetë punoj në Ujësillës. Vërtet? Po. Sa mirë, mbake mirë me këta pushtetarët, jo? Po, Jo, mirë, po duhet, sa mirë. Po? Po, vetëm ti që ke me sy blu këtu, a jeshil. Që ishte kjo puna që the? Fasader, merresh me fasadat. Po, e kuptuam ne, shqip, ishte mos shqip. Po? Student, Dega? Dega e turizmit. Shumë mirë, ti ka tamam në një vend shumë bukur? Kam përfunduar si 12 vjet shkollë, tani do hyj në fakultet. Qa Dege? Turizëm. Turizëm, po mirë. Karriere. Punon, aktualisht, për shumë i angazhimi përkohshëm se ti, okay, ke planet të tjera për jetën, besoj. Biznes jam atë natë. Punoj për veti. Po thuj, pra unë jam pronare, për që kam marrë herë në menduam që me një rrogë të vogël aty po ti je pronare. Bukur, shpresoj që nesër të dini shumë mirë, do të ketë ndonjë ndryshim në program apo ai program që ka qenë? Surpriza. Nuk e themi ne. Nuk e Pse ta themi. shpjegojmë ne me duar kështu, kur duhet ta shikojmë vetë teleshikuesit. Ju zuri nata, bëni një xhiro për se këto muzika këtu se ju shohim kur të kërceni pastaj. Faleminderit. Faleminderit. Përfaqësues të Universitetit Luiç Gurakuqi të Shkodrës ndan me teleshikuesit rezultatet e një projekti 2 vjeçar tashmë të përfunduar që synon studimin, dokumentimin dhe promovimin e pasurisë kulturore të transhumancës e njëherësh edhe turizmit të kësaj treve. E megjithatë, biseda që spontane duke ja lënë ditës së nesër me detajet e projektit. Çfarë kënaqësi është kur vim kështu në bog, sidomos në zambazidhja ose darka? Sigurisht që është kënaqësi më vete, aq më tepër kur aktiviteti si festa e çobanit bëhet tashmë tradicionale. Ne si Universiteti i Shkodrës është viti i dytë radhazi që jemi pjesë e këtij aktiviteti dhe në të dyja herët ne vim si pjesë e projektit Horizonte Digjitale të Transhumanca, Trashëgimia kulturore dhe turistike. Ne sot jemi këtu si pjesë e projektit, tashmë në fazën përfundimtare të tij. Kemi ardhur me një grup studentësh. Studentët janë të fakulteteve të ndryshme, kryesisht janë fakulteti i shkencave shoqërore, Dega Histori, Gjeografi, Gjuletërsi dhe Gazetari. Si pjesë e projektit ka qenë edhe angazhimi i studentëve për të parë nga afër këtë trashëgimi dhe si të përdoret kjo trashëgimi transhumance për zhvillimin e turizmit dhe jemi këtu për të përgatitur nesër konferencën studentore. Janë vetë studentët të cilët kanë punuar për një vit radhazi rreth temave që flitet për transhumancën në aspekte të ndryshme dhe nesër do të kemi mundësinë të dëgjojmë studentët konkretisht me punimet e tyre. Okej, nuk po flasim më për projektin, po lëm pak edhe si surprizë për ditën e nesërme. Imagjinoj sigurisht se zjarri ndezur, ë? Po, mrekulli do ishte këtu. E ndjeni temperatura, ndryshimin e temperaturave, si të duken? Sigurisht, i lam Shkodrën pas ku temperaturat ishin me të vërtetë shumë të larta. Edhe këtu po marrim frymë thellë.
Po, shumë e vërtet. Të shoh me këmish të hollë, në një nga ato xhupat kështu. Vërtet. Dhe gocët janë veç që hollë, se mos shkoni shpejt e dhoma. Megjithse ka muzikë aty. Pa. Me kërcimin si është universiteti? Jemi nifsha. Ashtu, ë? Besoj që do krijohet një atmosferë shumë e mirë. Kanë ardhur edhe grupi nga Tuzi, janë Jasmin Nikaj, ja vlen mes maleve këtu të përfshihesh në këtë atmosferë të këndshme. Pas ndezjes së zjarrit, atmosferës këngëve, edhe vallja vjen vetë pastaj. Po patjetër, dhe një gotë verë. Me alkolin si jeni, s'ka timon sot. Me alkolin jemi disi, të riqemi, pak apo jo? Ato që nuk janë në timon, do të... Jo, s'kemi, do t'jemi sonte këtu, besoj nuk do t'ja asnjëherë në timon. Po në qoftë se zakoni moj vajzat bukura dhe simpatike do që të marrësh gopë raki dhe turosh edhe ta kthesh me funde. Boni këtë gjë apo jo? E bëm, pa jeni burnesha ju atë që jeni. Këtej nuk është zagoni, e ka jugu. E ka jugu, me dolli, Këtu s'ka. Janë ato të vogla që i kanë përdorur ato potire të vogla. Po na kërkoj kush edhe pa. Po e bëjmë sakrificat, ne shkojmë deri në fund zakoneve të zonës dhe nuk dorëzohemi. Shpresoj ta kaloni bukur sonte dhe presim nesër se si do shkojë dhe projekti, besoj çdo gjë mirë. Falenderoj për ftesën. Edhe pranishtit që janë këtu i përshëndesim të gjithë. Me një pudiro malësijet. Pas intervistave spontane, nisi edhe pjesa më e shumë pritur e mbrëmjes. Hapja u bë me një këngë potiro karakteristike për malësinë e madhe e cila krijoi menjëherë atmosferën festive. Mirë se të gjetë me bajraku i mogës, mirë se të gjetë me bajraku i mogës. O, putiro, me gotraktise. Më pas skena u pushtuan nga artistët e ftuar me interpretimet e tyre elektrizuan publikun. Jasmin Nikaj, Plum Demaj, Gjon Nika nga Tropoja, Lek Dedvuka dhe shumë këngëtarë të tjerë të cilët sollën këngët më të dashura popullore dhe krijuan një atmosferë të jashtëzakonshme. Show
Dhe festën e Çobanit, pra, ditët e Çobanit. Në emër të grupit muzikor, unë Jasmini Aleksandri, Nikola e Vasi, ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë artim të këndshëm. Në veçanti përshëndesim Zimolaj me shoqëri, faleminderit për ftesën. Po ashtu përshëndesim edhe shoqërinë kulturalistike Besa nga Trieshi. I përshëndesim edhe DJ Dedi dhe DJ Tani nga Italia. Tani, ju ftoj dal nga dal, gjithë patroni me një balle dhe do të nxjerrim atmosferën. Hajde afronu gjithë ku shairi e humër kohë. Hajde.
Oh
More than you
jeshte malësise. Hajde boga! Këngë, valle, duar trokitje dhe emocione shoqëruan gjithë natën, ndërsa festa kulmoi me fishek zjarret që ndriçuan qiellin mbi oborin e kullës së baraktarit. Atmosfera festive vazhdoi deri në orën 2 të mëngjesit të datës 21 qershor, duke lënë tek të gjithë pjesëmarrësit kujtime të bukura dhe dëshirën për t'u rikthyer sërish vitin e ardhshëm në festën e çobanit. Faleminderit shumë. Këto për ishin materialet që ne kishim përgatitur e kemi nisur sonte emisionin Pushosh Shqiptar që me një reportazh të këndshëm në pikën turistike të Shasit në anë të malit, pjesë e territorit zyrtar të malit të Zi dhe kemi vijuar më pas me natën që i ka paraprirë festës së çobanit, data 20 qershor 2026, atmosfera mrekullueshme që është krijuar. Dhe kjo atmosferë është e vazhdueshme në Bogë, prandaj ju sugjerojmë që të ndërmeni një udhëtim drejt këtij vendi, pasi nuk janë vetëm ditët të shënuara, një atmosferë e këndshme krijohet vazhdimisht nëse udhtoni drejt kësaj pike turistike. Dhe mos i shikoni vetëm festin si një finale, pasi Boga ofron shumë herë më shumë. Se çfarë janë ato, kontaktoni me banorët, me vendasit aty që ju orientojnë në guida të ndryshme, do të shihoni një gastronomi fantastike, gatime tradicionale, por pse jo do gjeni, edhe pse do të jetë korrik apo do të jetë gusht, ju do të gjeni tamë lebor. E kjo ndodh vetëm në Bogë. Ju rikujtojmë se ritransmetimin e emisionit ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtën në orën 15:30, ndërkohë ne do të vazhdojmë udhëtimet tona. Javën e ardhshme do të jetë pjesa e dytë e festës së çobanit, por ka dhe surpriza të tjera të këndshme. Qëndroni me emisionin Pushosh Shqiptar, të gjithë ata që janë në dilemën e zgjedhjes së një guide se ku duhet shkojnë, ky është emisioni ideal për ta ndjekur dhe për të frymëzuar e ndërmarr udhëtimet pafundme. Udhëtime që zgjatin për gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm gjatë sezonit veror. Ju lënë shoqërinë e programeve të këtij televizioni, natën e mirë.